Plani i Donald Trump është që NATO nuk do t'jetë më një klub ku ka poshtë vendeve të vogla si këndezi ynë piktor të këpusin mufka, por do përbëhet nga dy struktura të rëndësishme, kontribuesit dhe pjesa tjetër mbështetëse. Një diplomat ndau me pamfletin pjesë të këtij projekti. Donald Trump nuk do ta shkrijë NATO-n, as bazat e saj strategjike në Europë, megjithse një pjesë e mirë e tyre do të shkrihen si të panevojshme dhe shumë të kushtueshme. Plani i Donald Trump është që NATO nuk do t'jetë më një klub. NATO sipas projektit të ri do t'jetë një lloj klubi golfi, siç e pëlqen ta quajë Trump, ku ai që paguan kuotën më të madhe do t'ulet edhe në tryezën më të mirë e do të ketë shërbimet më të rafinuara. Kush paguan më pak mund të rritë të shijojë shkallët e spektatorit apo shezlongjet e pishinës pa peshqir. Në projektin e NATO-s së re të Donald Trump pritet të modifikohet thelbi i saj Neni 5, sipas të cilit nëse një vend antar hyn në luftë, të gjithë antarët i shpallin luftë armikut të aleatit. Sipas projektit, ndërhyrja për të mbrojtur një aleat bëhet vetëm nëse shpenzimi ushtarak është në nivelet e parametrave të përcaktuara. Trump po mendon që të zhvillojë stërvitje dhe manovra të përbashkëta vetëm me ato vende që kanë kapacitete për ta bërë këtë punë. Me një fjalë, me shtetet më të fuqishme. Pra kemi të bëjmë me një ndryshim të madh ku dilemat e para janë roli i vendeve si Shqipëria, por natyrisht edhe cila do të jetë ardhmja e Kosovës në prag të kësaj ere të re. Dy gjërat që vihen në pikpyetje nga kjo strategji është KFOR në Kosovë dhe bazat e NATO-s në Shqipëri. Edi Rama nisi sot lavdet për Donald Trumpin duke falenderuar Zotin që e shpëtoi dhe e riktheu që të zgjojë nga gjumi Europën. Rama thotë se bota nuk është më njësoj tani dhe Europa duhet ta kuptojë këtë. Sikur të ishte këshilltar i Brukselit, Rama tha sot se Europa tani nuk ka më aq shumë miq. Si njeriu që me demek investon shumë, sidomos në arsim, ndërkohë që manastirleshat vetëm i han dardha pas kurrizit në 12 vite si në arsim edhe në shëndetësi. Rama shprehu sot me demek pikëllimin e madh kur dëgjon nga Trump apo Europa se duhen rritur fondet për mbrojtjen dhe shkurtuar për arsimin. Europa gjendet në një moment që bëhet as bëhet në kuptimin e shkuarjes në një nivel tjetër. Nuk duhet përshtatje, nuk është ajo çka ishte 3 muaj më parë. Tmerrohem kur dëgjoj që të shkurtojmë fondet e arsimit dhe të shtojmë ato për mbrojtjen. S'duhet të kërkojmë një ushtri barbarësh analfabet, por kërkojmë diçka në tërësi. Diplomacia, çelja e korridoreve të reja të dialogut, apo të qenit më pak vetë referent dhe të jemi më të vendosur për mënyrën tonë të jetesës. Europa ka më pak miq sot se para agresionit rus. Ndoshta Zoti shpëtoi Donald Trumpin, jo vetëm për ta bërë Amerikën të madhe, por për ta zgjuar Europën dhe për t'i dhënë asaj mundësinë që s'mund të vazhdojë sikur bota ishte njësoj, se nuk është njësoj, thot Rama. Në një konferencë për media ditën e sotme, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, bëri një bilans për procesin e zgjedhjeve për diasporën, por jo vetëm. Celibashi bën me dije se në zgjedhjet e 11 majit do të votojnë 245.975 emigrantë, ndërsa 48.180 kërkesa janë refuzuar. Kreu i KQZ-s sqaron po ashtu se faza e dërgimit të fletëve të votimit pritet të përfundojë deri më datë 16 prill. Duke e dhënë detaje mbi larmishmërinë e kërkesave të emigrantëve për të votuar më 11 maj, Celibashi thotë se emigranti me moshën më të madhe që është regjistruar për të votuar është një 98 vjeçare nga Gjermania. Një tjetër detaj interesant po ashtu që ndan Celibashi me publikun është se një person nuk është tërhequr nga procesi i kërkesës, edhe pse kjo e fundit i është refuzuar plot 25 herë. E me këtë rast, Celibashi bën të qartë për çdo kënd se nuk do të ketë një shans të dytë për emigrantët të cilëve i është refuzuar kërkesa. Më datë 9 mars pritet të publikohet dhe lista paraprake e zgjedhësve nga jashtë. Sa i takon kostos së procesit votimit nga diaspora, Celibashi thotë se ajo shkon në shifrën e 7.5 milion eurove. Ditën e sotme, gazetarët e pyetën Celibashin edhe për një kleçk që po tentohet nga opozita këto kohë, siç është futja në listë të sigurt nga Berisha në PD e Ilir Metës në qeli, si një tentativë dëshpëruar për ta shpëtuar nga burgu. Kreu i KQZ-s thotë se kushtetuta parashikon që çdo kandidat për deputet i cili shpallet fitues e fiton mandatin që nga momenti që Komisioni i Përkatës Zgjedhore konfirmon si të tillë si kandidat fitues. Megjithatë, për pyetjen nëse mandati i deputetit e shpëton Metën nga qelia, Celibashi nuk jep një përgjigje pasi thotë se kjo i takon të tjera institucioneve. U bë kohë tashmë që llogarit nuk po i dalin edhe pse ai po bën maksimumin. Hallin e ka te diaspora, se tani edhe janë shtuar të shkretat halle.
Ka edhe SPAK-u në përkëmb, që nuk do e lejoj të deformoj, vjedh apo blej vota për 11 majin. E kemi fjalën për Bablokun, i cili këtë fundjavë nuk do të bëj pik pushimi. Rama do të mbledh edhe partin edhe qeverin, sot dhe nesër, për të shënuar me lapse letër rezultatin e 11 majit të vetëve dhe këta të fundit të gjejnë vrimet futen nëse nuk ja sjellin. Sali Berisha doli në konferencë për mediat këtë të premte, duke thënë se kishte një denoncim të fortë për të bërë. Berisha thot se Rama po tjetërson çdo pronë shtetërore shqiptare dhe zbërthen edhe skemën që pretendon se kryeministri po zbaton e ka vënë në funksionim. Jam sot për të denoncuar një nga aktet më antikushtetuese, piramidën më të madhe të vjedhjes dhe mashtrimit në tërë historinë e vendit, korporatën e investimeve shqiptare, e cila është krijuar me destinacionin për menaxhimin e investimeve si pronare publike mbi bazën e një ligji thellësisht antikushtetues. Me një vendim qeverie 127 datë 16/3/2024 për përcaktimin e procedurës për dhënien e pronës shtetërore me qira dhe përdorimin në forma të tjera nga ana e korporatës së investimeve shqiptare, të cilat i ofrojnë korporatës autonomi të plot në administrimin e pronave shtetërore, përfshirë dhënien me qira, shitje, përdorim si kolateral dhe zhvillimin e projekteve, përmes procedurave specifike të konkurrencës dhe negocimit të drejtë për drejtë. Pra kemi të bëjmë me dorëzimin e të gjitha pronave të vlefshme shtetërore në duart e kryeministrit Edi Rama dhe të një mafiozeje par excellence që quhet Kokona, që ka qenë në zyrat e kryeministrit. Tani ajo drejton korporatën e investimeve shqiptare, thot Berisha. Mbi bazën e këtij ligji dhe të këtij vendimi, Berisha thot se Edi Rama dhe Ulsi Rama mund të marrin çdo pronë që dëshirojnë në kryeqytet dhe kudo në Shqipëri. Tani një pyetje naive kemi. Ky që nga vendimi i vjetër, të paktën i vitit 2024, pse Berisha e denoncon vetëm tani, apo se ndoshta nuk e kanë lejuar këtë herë që të marrë edhe ai ndonjë cop nga këto që po pretendon për kundërshtarin? Ditën e njëjtë, drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani u bëri thirrje qytetarëve të denoncojnë krimet zgjedhore për manipulime blerje votash me financime, dhurime materiale, premtime e presione që bëhen e do bëhen nga strukturat e partive politike, biznesmenë mbështetës të tyre. Ditët e fundit pamfleti ka denoncuar krimet zgjedhore që ka nisur të bëjë kryeministri Edi Rama, me urdhra për pagesa paradhënie kompanive private që kanë shumë punonjës, për patronazhim financiar ilegal prej ministrive në 12 qarqe dhe sajim tender është fiktiv nga disa bashki për të krijuar fonde në fushat. Një informacion tjetër për krim zgjedhor na ka ardhur nga zona e Fierit, ku thuhet se kinezët e kompanisë koncesionare të naftës Bankers kanë nisur të përfshihen si mbështetës material për fushatën elektorale të PS-s në territorin e 3 bashkive, Fier, Patos dhe Roskovec. Shefat e kompanisë Bankers kanë mbyllur pazarin me kryebashkiakun e Fierit Armando Subashi, me kryebashkiakun e Patosit Fation Duro dhe me kryebashkiakun e Roskovecit Majlinda Bufi për të mbështetur materialisht propagandën e PS-s gjatë fushatës elektorale. Sipas informacionit, shefat e kompanisë Bankers kanë rënë dakord me shefat e këtyre bashkive të kontribuojnë në grumbullimin e votave duke dhuruar 10.000 pako me ushqime për familjet në nevojë gjatë fushatës e deri pak ditë para zgjedhjeve. Madje gjatë fushatave të mëparshme, kinezët e Bankers njihen që kanë bërë publikisht marrëveshje financimi e punë komunitare me kryetarët e këtyre bashkive. Objektivi i Bablokut për të fituar zgjedhjet e 11 majit në çdo zonë ka vënë në lëvizje kryetarin e Bashkisë së Elbasanit, i cili ka nisur të sigurojë financime për të mbështetur fushatën elektorale me fondet e shtetit nëpërmjet marifeteve që i ka përdorur edhe gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2021 dhe 2023. Përveç saktimit të kuotës financiare për bizneset që marrin tender, leje ndërtimi, licenca dhe pasuri nga Bashkia Elbasan, kryetari Gledian Llatja posajon tender fiktiv për të krijuar fondin e posaçëm që do përdoret ilegalisht për propagandën e PS-s dhe deputetëve në Elbasan. Tenderi që kryebashkiaku Llatja do ta zhvillojë më datë 11 mars është fiktiv dhe i sajuar qëllimisht për të kaluar milionat e shtetit në duart e grupeve të patronazhimit që do të bëjnë fushatën elektorale të Partisë Socialiste në territorin e Bashkisë së Elbasanit. Themi që tenderi është fiktiv mbasi sipas informacioneve i njëjti tender dhe pagesa për mobilimin e sallës së Këshillit Bashkiak është bërë edhe para një viti me vlerë 210 milion lekë. Madje karriket e tavolinat janë blerë me çmime 2 herë më të larta se çmimet e tregut. Bashkëshortja e kryebashkiakut të Tiranës, Ajola Xoxa, ishte sot në prokurorinë e posaçme në kuadër të zbatimit të masës së sigurisë detyrim paraqitje. Hetimet ndaj kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj,
kanë vënë në akuzë edhe bashkëshorten e tij për korrupsion, pastrim parash e fshehje pasurie. Gjithashtu, vetë Erion Veliaj, që u vë në pranga më datë 10 shkurt në zyrën e tij në Bashkinë e Tiranës, akuzohet për korrupsion dhe pastrim parash. Veliaj po hetohet në masën e sigurisë arrest me burg në paraburgimin e Durrësit, ndërsa për bashkëshorten e tij, gjykata e posaçme e zbuti masën e sigurisë nga arresti shtëpiak në detyrim paraqitje. Gjykata e posaçme pranon kërkesën e SPAK-ut për pushimin e çështjes ndaj kryetarit të Bashkisë së Lezhës Pierin Ndreu. Ndreu akuzohej për shpërdorim detyre, pasi në SPAK u kallëzua nga Partia Demokratike Degalezh në vitin 2023 në lidhje me trotuarin në rrugën Lezhë-Shëngjin. Sipas Partisë Demokratike në atë kohë, Pieri Ndreu e dha këtë tender pikërisht për qëllime elektorale. Për këtë kallëzim, Pieri Ndreu është thirrur personalisht edhe në prokurorinë e posaçme të japë sqarime, por me sa duket, SPAK nuk ka pasur prova të mjaftueshme dhe në këto kushte gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e tij për pushimin e kësaj çështje. Dorëzohen autoritetet britanike kërkojnë ndihmën e homologëve në Shqipëri për të luftuar krimin e shqiptarëve në vendin e tyre. Fuqizimi i grupeve shqiptare të krimit të organizuar po shqetëson gjithmonë më shumë autoritetet britanike, të cilat këtë herë i shtrejnë dorën Shqipërisë për të qenë bashkë në këtë luftë. Autoritetet britanike ka nisur bashkëpunimin me Departamentin e Policisë Kriminale në Policinë e Shtetit si dhe me Drejtorinë e Kufirit në vendin tonë. Këto ditë ndodhen në Londër disa zyrtarë të Departamentit të Policisë Kriminale. Drejtori i Departamentit Policisë Kriminale Neritan Albati po zhvillon takime të rëndësishme koordinative me homologët britanik në hartimin e një strategjie të përbashkët për të goditur grupet kriminale shqiptare. Rolin më të madh të këtij plani në terren do ta ketë Policia Metropolitane e Londrës, pasi në kryeqytetin britanik jetojnë mbi 50.000 shqiptar. SPAK sekuestron 31 pasuri në emër të Jusel Micit dhe Mendim Domit, 2 antarëve të një grupi kriminal. Ata po hetohen si antar të grupit kriminal që përmes mashtrimit u kanë vjedhur qytetarëve europian 15 milion euro. SPAK thot se Mici e Domi akuzohen si organizator dhe pjesëtar të një grupi kriminal ndërkombëtar që krijuan një skemë mashtrimi zhvatjeje të qytetarëve europian nëpërmjet qendrave call center në Shqipëri dhe Itali. Bëhet fjalë për operacionin e dhjetorit të vitit 2022, ku SPAK bëri me dije se numri i viktimave të këtij mashtrimi të madh në internet llogaritej në qindra persona dhe në një vlerë të përafërt 15 milion euro. SPAK sekuestron 3 llogari bankare me vlerë rreth 200.000 euro, 5 apartamente, 6 garazhe, 1 dyqan, 2 vila dhe 3 makina, tokë dhe 60% të aksioneve në shoqërinë Superfoods. Policia e Fierit ka ndërmarrë një operacion antidrog në zonën e Divjakës, ku ka goditur një grup kriminal që merrej me shitjen e kokainës. Gjatë këtij aksioni u arrestuan 2 vëllezër, të cilët ishin bashkë organizator të grupit si edhe një pjesëtar i këtij të fundit. Siç raporton policia, në pranga përfunduan Arnold dhe Mariglen Prifti si edhe Olsi Lala. Nga ana tjetër, policia ka sekuestruar me 10 dozë kokainë, 3 armë gjau, 1 armë sportive, 1 armë ftohtë, municion luftarak, 2 peshore elektronike dhe shumë aparash në euro dhe lek të përfituara nga shitja e dozave. Por policia ka dyshime për pjesëmarrje më të gjerë në këtë grup, ndaj dhe ka shoqëruar edhe 10 persona të tjerë. Autoritetet gjermane i kanë kthyer përgjigjen zyrtare homologëve në Shqipëri në kuadër të hetimeve për zbardhjen e vrasjes së 24 vjeçares palestineze në Tiranë pak ditë më parë. Autoritetet gjermane thonë se shkaku që mund të fshihet pas vrasjes së 24 vjeçares është për çështje nderi, pasi dyshohet se familja ishte në presion për ekzistencën e një video ku vajza e tyre shfaqej nudo. Më datë 26 shkurt, një ditë para se vajza e saj 24 vjeçare të gjendej e pajet në një shtëpi me qiran në Tiranë, nëna e saj ka bërë një kallëzim penal për zhvatje në Gjermani për këtë video. Sipas nënës Rajan Alvan, prej dhjetorit 2024, ajo i kishte dhënë disa herë vajzës para për të paguar kërcënuesit që u kishte rënë në dorë video dhe vajza pa praninë e së-ës. I ka dërguar parat përmes kompanive të transfertave për të plotësuar kërkesat e shantazhuesit. Në këtë kallëzim, nëna e Rajan nuk përjashton mundësinë që pas shantazhuesit të qëndronte vetë vajza e saj.
Sipas nënës, Rajan kishte fluturuar në Shqipëri së bashku me të atin Fadi Alvan, i cili nuk jeton me këtë, më 19 shkurt. Dyshohet se e reja i tregoi të atit videon dhe nëna pretendon se kanë lindur një mosmarrveshje mes tyre, ndërkohë nga ana tjetër Interpol po punon për të mbërritur në gjurmët e 49 vjeçarit Fadi Alvan, i cili dyshohet se fshihet në Liban. Ai është autori i dyshuar i kësaj vrasje, ndërkohë ekspertiza për vdekjen e të res palestineze ende nuk ka përfunduar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore. Që prej 14 shkurtit, ati i shenjtë Papa Francesku ndodhet i shtruar në spital. Së fundmi, ai ka përcjell një mesazh të gjithë besimtarëve, të cilët i falenderon me zemër për lutjet. Mesazhi zanor i regjistruar në gjuhën spanjolle nga Papa Francesku transmetua në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, nga zëri ati i shenjtë duke i qartë i lodhur. Megjithatë, ai falenderon besimtarët që janë lutur për të që prej ditës kur u shtrua në spital. Ju falenderoj me gjithë zemër për lutjet që bëni për shëndetin tim nga sheshi. Ju shoqëroj nga këtu, Zoti ju bekoft dhe Virgjëresha ju ruajt. Dëgjohet të thot Papa në mesazhin zanor. Ky mesazh duket se hedh poshtë teoritë konspirative të orëve të fundit, ku ati i shenjtë Papa Francesku mund të ketë ndëruar jetë. Dyshime të cilat duket se janë ngjallur, pasi Selia e Shenjtë e Vatikanit nuk ka publikuar asnjë foto të Papës nga spitali. Megjithatë, Vatikani zyrtarisht ka thënë se foto për Papën nuk publikojnë, përsa kohë ati i shenjtë nuk e dëshiron diçka të tillë. 7 marsi, dita e mësuesit festohet në të gjitha trevat shqiptare. Në të gjitha shkollat e vendit organizohen aktivitete të larmishme. Në këtë ditë që cilësohet me rëndësi për arsimin e kulturën, të gjithë kujtojnë mësuesit e parë të shkronjave shqipe. Mësuesit shqiptar në çdo kohë e në çdo krahin kanë qenë jo thjesht profesionistë të arsimit, por në radhë të parë patriotë e njerëz të emancipuar, human dhe artistë të fushave të ndryshme. Si çdo 7 mars, krerët e shtetit e të politikës, por jo vetëm, përcollën mesazhet e tyre për figurën e nderuar të mësuesit, që fatkeqësisht në ditët e sotme mbart një probleme. Presidenti Bajram Begaj, teksa uron mësuesit për 7 marsin, u shpreh mirënjohje të thellë për kontributin e tyre. Më 7 mars të vitit 1887 në Korçë u hap mësënitoria e parë shqipe. Mësuese drejtori i parë i saj ishte Pandelis Sotiri. Kjo ngjarje ishte një fitore e madhe për popullin shqiptar, pasi deri atëherë dhënia e mësimeve për shkak të pushtimit osman bëhej privatisht brenda shtëpive në mënyrë të fshehtë, që nga ajo ditë 7 marsi festohet në Shqipëri si dita e mësuesit.